nëse Zoti po e lejon që na trafinohemi në këtë mënyrë, atëherë pse ka kaq shumë vujtje të njerëzve të pafajshëm? Fëmijët, persona që në luftra për kohra tepër gjata, do me thonë kjo vujtje që nuk po shkundet. Një gjë që duhemi me cik edhe me e përmendur shumë e rëndësishme. Sipas Biblës, Perëndia nuk e shkakton vujtjen. Perëndia nuk është shkaktari i të keqes në botë. Në Bibël kjo gjë bëhet shumë e ndarë dhe është një vijë e fortë që e ndan të mirën prej të keqes, edhe burimin e të mirës edhe burimin e të keqes. Arsyeja pse shumë njerëz që janë të mirë apo grupet njerëzish që janë ma të ndjeshëm ndaj dhembjes, si për shembull fëmijët që i përmenda, janë në vuajtje është për shkak se janë pasojat e të ligës që i kaplojnë edhe ata. Edhe kjo është shumë e vështirë me u kuptu prej njerëzve, mirë po unë besoj që kur fillojmë me e kuptu që Perëndia është një Perëndi i mirë, edhe që neve gjithë na u kap një kohë në tokë. Do me thonë, kjo nuk është destinacioni jonë i fundit. Sado që e përjetojmë dhembjen edhe vujtjen, kur e kuptojmë që Perëndia është shumë i mirë, atëherë ne e kuptojmë që ka me pas një shpagim për çdo padrejtësi, për çdo vujtje, për çdo dhembje. Edhe kjo është ajo në cilën ne pastaj gjejmë shpresë. Po.